Në protestën e Katërkorrikut, një nga simbolikat e përdorura nga protestuesit ishte edhe ky arkivoli, i cili sipas tyre simbolizonte fundin politik të kryeministrit Edi Rama. Por kjo u përdor nga qeveria, nga propaganda, si një sjellje jo normale, si një sjellje neveritëse. I shqetësoi prania e një arkivoli bosh, i cili simbolizonte fundin e kryeministrit, pra fundin politik të tij. I shqetësoi politikanët tanë, shqetësoi kryeministrin. Pa e din këta njerëz se ky është fundi, pra jo politik, por real, i atyre të cilëve shkojnë tek neurologjia për të bërë trombektomi pas goditjes në kokë. Shëndetësia jonë nuk e ofron, pra në QSUT, këtë lloj trajtimi, nuk kanë para këta njerëz për të shkuar në privat dhe vdesin dhe hynë në vërtet në atë arkivol, ata shkojnë dhe. A e di kjo qeveri dhe ky kryeministër se ai arkivol është fundi real, jo politik, i atyre grave të cilat vinë në spitalin onkologjik dhe nuk bëjnë brakiterapi, nuk kanë para për ta bërë jashtë, këtu nuk punon brakiterapia dhe këtyre grave u rikthehet kanceri, ato vdesin, shkojnë në arkivol, shkojnë dhe. A di kjo qeveri e gratë e kësaj force politike, e politikanët, e ky kryeministër, se ai është fundi real, jo politik, i atyre pacientëve të cilët vinë në spitalin onkologjik për të marrë kimioterapi dhe nuk marrin sepse mungojnë medikamentet. Mos më besoni mua, lexoni raportin e kontrollit të lartë të shtetit, i cili ka gjetje të frikshme, krime kundër njerëzimit, të lësh pacient për 5 muaj, për 6 muaj, për 4 muaj, pa ilaçe, ti ke bërë që ai pacient të shkojë drejt fatalitetit, drejt vdekjes, sepse protokolli e njeh fare qartë momentin që ti nuk e trajton pacientin me kancer sipas protokollit, një herë 21 ditë, një herë 5 ditë, një javë po, një javë jo, si janë protokollet, sëmundja tek ai avancon, duke çuar në stadin nëse është i dytë në të tretë apo nga i treti në të katërt, dhe duke bërë që betejë e tij të jetë e vështirë. A e di kryeministri dhe politikanët, sidomos ata të qeverisë, se ky është fundi i atyre punonjësve të ndërtimit të cilët punojnë jashtë kushteve të sigurisë e bien nga ndërtesat e ndrojnë jetë, sepse institucionet e kësaj qeverie nuk shkojnë të bëjnë verifikime se i kanë miqt e kryeministrit apo miqt e politikanëve, apo kanë paguar dhe nuk sigurojnë jetën atyre punëtorëve të cilët më pas shkojnë drejt fatalitetit. Dhe këta nuk shkojnë në arkivolin politik, por shkojnë në arkivolin real, futen dhe. A e di ky kryeministër, a e din këta politikan, se ky arkivoli është fundi i gjithë atyre njerëzve të cilët vdesin si dëm kolateral i përplasjes së bandave, sepse bandat këtu nuk luftohen, bandat këtu kanë lidhje me shtetin, ata e din fare mirë, disa prej tyre kanë ardhur për shtet si pasojë e bandave, dhe bandat kur luftojnë njëra tjetrën, marrin nxjerrin armët, nuk pyesin. Sa njerëz kanë shkuar në arkivolin real si pasojë e këtyre përplasjeve, sepse ky shtet ka vendosur që të mos luftoj bandat kriminale, por t'i ndihmoj ato t'i ketë partner në zgjedhje. A e kuptoni se sa e padrejtë është? Pra mërziten, shqetësohen, propagandojnë, merren me arkivolin politik të protestuesve dhe nuk merren dhe janë përgjegjës të atyre njerëzve që shkojnë në arkivolin real, hynë dhe, si pasojë e politikave, si pasojë e keq menaxhimit, si pasojë e korrupsionit, si pasojë e abuzimeve të kësaj qeverie, që nuk çon ilaçe në spital, që nuk rregullon pajisjet, që më pas njerëzit, pasi shkojnë për të trajtuar, nuk marrin trajtim, nuk marrin ilaçe dhe shkojnë në varr. Kjo është e vërteta dhe mendoj se edhe protestuesit s'duhet ishin marrë me fundin politik të atij kryeministri, duke e simbolizuar, por duhet ishin marrë duke sjellë arkivolin aty për t'i treguar shqiptarëve se ky është realiteti juaj. Është realiteti juaj, sidomos i shëndetësisë. Shkoni për të trajtuar, nuk trajtoni, shkoni në varr. Sepse ky kryeministër nuk e ka problem, nuk shqetësohet, jeni statistik për të.
Sepse ai e ka mendjen të ndërtoj kopshtin Eden te kryeministria, 4.3 milion euro. Ai e ka mendjen të ndërtoj Tigri 1 dhe Tigrin 3 të Belindë Ballukut atje në Vlorë. Ai e ka mendjen të çojë satelit në hapësirë 6 milion euro. E ka mendjen të ndërtoj inceneratorë që nuk ekzistojnë. E sikur këto parat kishin shkuar tek shëndetësia, sepse janë abuzuar, nuk do kishim mungesat medikamenteve, nuk do kishim mungesë brakiterapisë, nuk do kishim mungesë PET skanit, nuk do kishim mungesë të trombektomisë, arteriografisë tek neurologjia. Ai është arkivoli politik i kryeministrit që tek e fundit nuk e gjen gjë, se është një simbolik, e nga ana tjetër është arkivoli real, ku hyjnë shqiptar të cilët vdesin si pasojë e këtij shteti.